Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, paqja e mëshira dhe bekimet e Allahut subhanahu wa ta'ala qofshin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Shpallja e Allahut subhanahu wa ta'ala u sjell krijesave për të ofruar atyre shumë diturit të dobishme. Ndër diturit e dobishme që u ofron shpallja krijesave, njerëzve dhe xhinëve në mënyrë veçantë padyshim, sepse ata janë përgjegjshëm ligjërisht, është edhe prezantimi i vetë krijuesit, Allahut Azza wa Jall. Pra Zoti Gjeleshanu në Kur'an, po kështu edhe profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithet që ka sjell si shpallje nga vetë Zoti Gjeleshanu, ndër informacionet më të rëndësishme dhe dobishme është pikërisht prezantimi i Zotit Gjeleshanu, madhështisë së tij, hakut që krijesat duhet ta përmbushin kundrejt Zotit Gjeleshanu. Padyshim që kjo është dije e domosdoshme, shumë e rëndësishme, sepse si mund të adhurosh Allahun Gjeleshanu, ta duash me gjithë shpirt, ta madhërosh atë, ti friksohesh, ta shpresosh, ti mbështetesh plotësisht atij, ta lidhësh zemrën me të, ndërkohë që ti nuk e njeh madhështinë e Allahut Gjeleshanu. Prandaj është një dituri e dobishme pra kjo, njohja e madhështisë së Allahut Gjeleshanu përmes ajeteve kuranore dhe haditheve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Sikur se e thamë në fillimin e këtyre mësimeve, do të kufizohemi me hadithe të sjella nga profeti sallallahu alaihi wasallam rreth kësaj çështjeje, rreth madhështisë së Allahut Gjeleshanu. Sot do të nisim me hadithin e parë inshallah, hadith që e sjell Imam Buhariu në Sahihun e tij, në të cilin pra këtë hadith ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: "Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu, wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' wa kataba fi adh-dhikri kull shay' wa khalaqa as-samawati wal-ard." Ky është teksti i sjellur nga Imam Buhariu. Përkthimi i saj është: Allahu ishte dhe nuk kishte asgjë tjetër përveç tij. Froni i tij ishte mbi ujë, arshi. Dhe ai shkroi në librin e ruajtur, Lauhi Mahfuz, çdo gjë, pastaj krijoi qiejt dhe tokën. Ky hadith ka një histori pra, kur është thënë ky hadith, konteksti se si erdhi ky hadith dhe pse e tha profeti sallallahu alaihi wasallam të hadith, vjen në transmetime të ndryshme që një delegacion nga Jemeni, pra banorët e Jemenit, shkuan tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe e pyetën rreth fillimit dhe zanafillës së gjithçkaje. Pra ata të cilët e pyetën profetin sallallahu alaihi wasallam rreth fillimit të gjithçkaje. Pra kur e ka piknisin kjo ekzistencë, kjo gjithësi që ne jetojmë brenda saj. Pra ishte një pyetje drejtuar nga banorët e Jemenit. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam tha: Allahu ishte dhe nuk ishte asgjë tjetër përveç tij. Përveç tij. Në një transmetim tjetër, po të Imam Buhariu thuhet: Allahu ishte dhe nuk ishte asgjë para tij. Para tij. Dhe në një transmetim tjetër, Allahu ishte para çdo gjëje, para çdo gjëje. Që e sjell Imam Ahmedi. Dhe e kanë konsideruar zinxhirin e tij të saktë dietarët. Pra nga kjo kuptojmë vëllezërit e mi parësia absolute e Allahut subhanahu wa taala. Pra fakti që ai është i pari absolutisht. Nuk ka asgjë para tij bashkë me të, me Allahun subhanahu wa taala. Domethënia hadithit është se Allahu është i pari absolut. Para çdo krijese, nuk ka pasur asgjë para tij, ai është i pari pa fillim, ashtu siç dhe është i fundit pa mbarim. Allahu subhanahu wa taala, disa në fakt njerëzit e përshkruajnë me termat filozofik që i kanë nxjerrë më vonë, pra e quajnë ezeli. Pra kemi përjetësia nga e shkuara dhe pafundësia në të ardhmen. Ezeli, pra e përdorim termin ezeli. Megjithatë, siç do themi më poshtë, është më mirë të kufizohemi me termat që ka sjell vetë Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Të mos i përdorim termat ezeli ose sepse shpesh herë këto terma njerëzor që në fakt lindin nga duke marrë parasysh krijesat, shpesh herë nuk i shkojnë madhështisë Allahut xheleshanu. Gjithsesi, ky një term përdoret, e kanë përdorur për treguar që Allahu subhanahu wa taala është ezeli, pra i përjetshëm pa fillim. Nuk ka fillim Allahu Azza wa Jall. Por ezeli nuk është një kufi kohor i përcaktuar, sepse Allahu nuk ka as fillim dhe as fund.
Shekhu Ghulaiman në shpjegimin e Kitabut Tauhid na sjell një shembull për të na treguar domethënë el-ezeli, kush është ezeli, pra që s'ka fillim dhe nuk ka fund. Dhe thot, sikur ta konsideronim botën, supozohet sikur gjithë bota të ishte domethënë një masë e madhe me grimca të vogla. Një masë e madhe me grimca të vogla. Nëse pas 1 milion vjetësh ose 1 miliard vjetësh të hiqet vetëm një grimcë e vogël. Dhe kështu do vazhdoj. A do kishte fund bota? Do kishte fund pra. Pra megjithse kaq e gjatë, shumë e gjatë sa, domethënë nëse paksohet prej saj do të kishte një moment që ai do të përfundonte. Kurse ezeli, domethënë nuk ka as fillim dhe as fund. Pra Allahu subhanahu wa taala e tha thjesht për ta parafruar, për treguar domethënë që krijesat kanë një fillim sido që të jetë. Sado i largët të jetë fillimi ose sado i kohë e largët të jetë, edhe sado kohë, domethënë qoftë në fillimin e saj, qoftë në atë që vjen më pas. Vjen një hadith tjetër nga profeti sallallahu alaihi wasallam, në të cilin përmenden disa terma, por se ky hadith e kanë dobësuar dietarë, pra është hadith i dobët nga ana e transmetimit, në të cilin thuhet, ku ishte Zoti ynë para se të krijonte krijesat? E pyetën profetin sallallahu alaihi wasallam. Ai tha, ishte fi ama. Domethënë ama është diçka e mjegullt ose diçka domethënë që themi që nuk ekziston të asgjë tjetër në boshllëka, nuk e di si mund të përkthehet, ama mjegull. Nuk ishte mbi të ajër dhe as nën të ajër. Por ky është hadith i dobët, pra duket nga termat që ndoshta përdoren ose sillen, që ndoshta mund ta dëgjoni këtë, pra ishte në mjegull dhe nuk ishte mbi të ajër dhe as poshti ajër. Por se ky është hadith i dobët dhe më mirë të kufizohemi tek hadithet e sakta. E solla këtë që edhe nëse ju bie rasti ta dëgjoni, të paktën t'jeni në ndjeni që kam dietarët e kanë dobësuar. Ajo që ka ardhur e sakt, pra ishte Allahu dhe nuk ishte asgjë me të, transmetimi tjetër para tij, pra nuk ishte asgjë me Allahun xhaleshan. Pra le të shqyrtojmë këto hadithe që kanë ardhur nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Allahu ishte dhe nuk ishte asgjë tjetër përveç tij, dhe nuk ishte asgjë me të, së bashku me të. Shpjegohet nga fjala tjetër e profetit sallallahu alaihi wasallam, ti je i pari, anta al-awwalu falaysa qablaka shay'un, wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay'un. Pra kur profeti ka thënë që ishte Allahu dhe nuk ishte asgjë tjetër para tij dhe as së bashku me të, dhe një tjetër hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam, një lutje shumë e rëndësishme, do ta mësojmë besimtarë, sidomos ata që kanë borxhe, se në fakt ky është hadithi për të çluar borxhet, thuhet para gjumit. Pra ndër të tjera në këtë hadith thuhet që o Zot ti je i pari dhe nuk ka asnjë para teje. Dhe ti je i fundi, al-akhiru falaysa ba'daka shay'un. Dhe nuk ka asgjë pas teje. Pra ti je i pafundmi. Kjo shpjegon edhe një herë këtë hadithin që tham pak më sipër. Pse është e rëndësishme të përdorim fjalët që janë sjellë në hadithe ose në shpallje kryesisht, pra në ajete kuranore dhe në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Të kufizohemi me këto terma, sepse ato janë më afër, domethënë vërtetësisë, edhe nuk gabojmë nëse flasim me ato që ka sjell pra Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Kështu themi, Allahu ishte dhe nuk ishte asgjë me të, nuk ishte asgjë përveç tij, nuk ishte asgjë para tij. Me të, përveç tij dhe para tij, nuk ishte asgjë. Në hadithin tjetër, ti je i pari dhe nuk ka asgjë para teje, dhe ti je i fundi dhe nuk ka asgjë pas teje. Te ka sjell Imam Muslimi këtë hadith. Pra këto janë dëshmi të qarta vëllezër të mi që Allahu subhanahu wa taala është absolutisht i pari dhe nuk ka asgjë tjetër. Pra çdo gjë tjetër është krijesë që ka një fillim. Dhe sigurisht se tham, përdesë ka një fillim, atëherë ka nevojë për krijuesin, ka nevojë për rregullvënësin, ka nevojë për atë që kujdeset dhe ai është Allahu azza wa jall. Këto hadithe dhe shumë ajete që do përmendim edhe ajete të tjera më poshtë, janë një ndihmë shumë e madhe për besimtarin që t'u kthejë përgjigje shumë vezveseve që i vijnë nga shejtani i mallkuar, qoftë nga shejtani xhin, qoftë nga shejtanët njerëz, nga filozofitë e tyre ose nga dyshimet që hedhin. Pra ky hadith elhamdulillah ja qetëson zemrën besimtarit dhe i jep, sepse është informacion që vjen direkt nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai na prezanton Zotin xheleshano. Dhe këtë ja ka dhënë vet Allahu krijuesi, ai që ishte dhe s'kishte asgjë tjetër me të. Dhe ne erdhëm në ekzistencë vetëm pasi ai vendosi të na krijojë subhanahu azza wa jall. Pra, kur dikush pyet kush e krijoi Zotin, se vjen ai, e mbani mend kur vjen ai zinxhiri i pyetjeve që të vjen ndërmend kush e krijoi këtë, Allahu po këtë, sepse gjithmonë çdo gjë ka një krijues. Po mirë vjen shejtani mallkuar, kush e krijoi Zotin? Atëherë përgjigjja është
se Allahu është krijuesi i çdo gjëje dhe nuk mundet që krijuesi të jetë krijesë. Është paradoks. Edhe logjikisht, edhe fetarisht, është një arsye që hidhet poshtë dhe nuk pranohet. Pra, thot Allahu subhanahu wa taala në ajete të ndryshme. E fa men yakhluqu kama la yakhluq. A është një lloj, thot, ai që krijon dhe ai që nuk krijon, mund të jenë një lloj, kurse si. Krijuesi është i pavarur, nuk ka nevojë për asgjë, nuk ka fillim, nuk ka mbarim. Pra, kurse çdo gjë tjetër ka një fillim, është e varur, ka nevojë dhe është e varur nga krijimi i Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot Allahu xhaleshanu, a ka ndonjë krijues tjetër veç Allahut? Hel min khaliqin ghayrullah, thot Allahu prapë në ajetin tjetër. A ka ndonjë krijues tjetër veç Allahut? Pyetje, padyshim kjo është pyetje që dihet përgjigjja e saj dhe çdo kush, domethënë logjikisht, edhe fetarisht do thot Allahu është i vetmi krijues. Dhe thot në ajetin tjetër, fa aruni madha khalaqa alladhina min duni. Më tregoni çfarë kanë krijuar ata të tjerët që ata i marrin për zota veç Allahut subhanahu wa taala. Pra, a ka ndonjë që ka krijuar diçka tjetër? Çfarë kanë krijuar ata? Le të nxjerrin diçka që kanë krijuar ata. Dhe kemi thënë që krijimi, kur folëm për argumentin e krijimit, pra krijimi është të sjellë diçkaje nga inekzistenca që nuk ekziston fare dhe ti ta sjellësh, ta bësh që të ekzistojë. Këtë vetëm krijuesi e bën, subhanahu wa taala. Dhe thot Allahu xhaleshanu që duke treguar se ai nuk është i krijuar dhe nuk është i lindur nga dikush, nuk është pjesë e një krijese, dhe kurse si krijesat nuk janë pjesë e qenë së tij, subhanahu wa taala, thot në surën Ikhlas, lem yelid, nuk ka lindur nga askush. Pra Zoti nuk mund të jetë diçka që lind nga një krijesë, që ka një fillim, sepse ai është i pari, s'ka fillim. I linduri ka një fillim. Ka një prind që ka lindur. Se mund të jetë Zoti i lindur nga dikush. Dhe as ka lindur kënd. Lem yelid wa lem yulad, pra nuk ka lindur kënd dhe as nuk është i lindur nga kush. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dhe me të asgjë nuk është e barabartë, e njëjtë. Kurse si. Ai është krijuesi, dhe gjë është krijesë. Është tjetër natyrë. Ka tjetër natyrë krijuesi subhanahu wa taala. Prandaj Islami është vetëm fe që jep madhështinë Allahut xhaleshanu. Madhështinë e tij. Sepse nuk flet nga mendja, por se flet pikërisht me atë që Zoti vet ka shpallur. E ka treguar dhe prezantuar veten e tij. Në ajetë kuranore, hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj le të gëzohen muslimanët me këtë besim që ka dhënë Allahu xhaleshanu. I vetmi besim që nëse robi e ka këtë besim, la ilaha illallah. Nëse beson Allahun si një të vetëm, që s'ka të ngjashëm me të, në rububien e tij, në uluhien e tij, emrat dhe cilësitë e tij, dhe të gëzohen muslimanët. Se Allahu subhanahu wa taala ka premtuar që ai që e përmbush këtë me sinqeritet nga zemra, do të hyjë në xhenet. Kjo është feja që kurrë në kurrës këta nuk dëshpërohen, do të hyjnë në xhenet tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe duhet të kemi kujdes sepse krimi që nuk e fal Allahu subhanahu wa taala. Dhe padresia më e madhe është shirku. Pra ti shoqërosh Zotit të barabartë. Si mund me gjithë që ajete ose hadithe që vinë, si mund të mendosh se ka të barabartë krijuesi, ndërkohë që ai është i pari dhe gjithçka është krijesë. Prandaj pyetja kush e krijoi Allahun është e pavlefshme, sepse nuk kupton që ka diçka para krijuesit, gjë që është kundër arsyes dhe kundër shpalljes. Kundër arsyes sepse kemi folur që domethënë çdo gjë që ka një fillim e ka një krijues, vetëm diçka është domosdoshmërisht ekziston që është vetëm Zoti subhanahu wa taala. Ai nuk ka nevojë për asgjë, kurse ne kemi nevojë, jemi krijesa. Pra kurse si nuk pranojnë dy krijues ose të ketë diçka tjetër para krijuesit subhanahu wa taala. Qëndrojmë pak tek fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam i pari dhe i fundit. Emri al-awwal tregon se çdo gjë tjetër që ekziston pas, domethënë çdo gjë tjetër që ekziston në gjithësi ka ardhur pas Allahut subhanahu wa taala. Domethënë është pas dhe ka ardhur vetëm me krijimin dhe iradetin, me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala, me vullnetin e tij dhe me pushtetin e tij. E ka një fillim. Ky emri i kujton robit mirësinë e dhuratës së ekzistencës. Për ne ekzistojmë elhamdulillah. Kush na ka sjellë në ekzistencë? Kush na ka bërë që të ekzistojmë? Kemi ardhur nga hiqësishi, nuk ekzistonin fare. Në para lindjes tonë nuk ekzistonte një person me emër filan, i biri filan, nuk ekzistonte. Dhe ne erdhëm në ekzistencë, na solli Zoti xhaleshanu, me formën që ai vendosi, me diturinë e tij, me urtësinë e tij. Dhe dolëm, na krijoi Zoti subhanahu wa taala barqe të nënave. Dërgoi melekun për të futur shpirtin. E krijoi njeriu, u kujdes për të në gjitha fazat e jetës, duke bërë njerëzit të kujdesen ta ushqejnë, u kujdes për gjithçka Allahu subhanahu wa taala. Pra na kujton mirësinë e ekzistencës tonë. Na ka dhënë Allahu xhaleshanu, por edhe një fal përgjegjësie. Pra ai na ka bërë të ekzistojmë dhe ai ka të drejtën që të marrë jetën tonë.
as vetë njeriu se ka të drejtën që të marrë jetën e tij ose themi t'i jap fund jetës së tij, se nuk është pronë e tij. Është pronë e kujt? Krijuesit. Ai që na ka krijuar, subhanahu wa taala. Pra kjo na jep mirënjohjen për krijimin, pra ekzistencën, ekzistojmë, ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, dhe përgjegjësinë për ta ruajtur të dhuratë, të mirësinë nga Allahu, ta shfrytëzojmë atë ashtu si duhet, që të përfitojmë atë që ka premtuar Zoti, përjetësinë pastaj në xhenetin e Allahut xhaleshano. Një jetë domethënë të përkryer, të përsosur, të plotësuar. Pra çdo ekzistencë është dhuratë e Zotit xhaleshano. Ndërsa emri El-Akhir i fundit tregon se Allahu është qëllimi i fundit i çdo gjëje. Ai tek i cili kthehen dhe drejtohen të gjitha krijesat me adhurim, dashuri, frikë, shpresë, lutje, mbështetje. Pa i fundit, nëse mbyllen të gjitha portat, të gjitha shpresat domethënë shuhen, mbetet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo në fakt është realiteti. Nëse njerëzit mbyllen gjithçka, çdo lloj porte, çdo lloj rruge, nuk e mbet asnjë lloj mundësie tjetër, mbetet vetëm krijuesi. Subhanallahu. Dhe njeriu me natyrshmërinë e tij, thjesht me pastërtinë e tij, subhanallahu, me atë që ka thellë brenda shpirtit, e di rrugën për të kthyer te kush? Tek el-akhir, i fundit. S'ka portë tjetër. Ajo është porta. Në fakt, ajo duhet të jetë porta e parë. Porta e parë që duhet njeriu të shkojë dhe të kërkojë ndihmën ose mbështetjen. Pra që njeriu Allahu musta'an, ai që është larguar nga Zoti, mendon që me sebepet, me gjërat njerëzore, toksore, domethënë materiale, beson se mund të dalë mban, por në fakt të gjitha janë dorë të Allahut xhaleshano. Pra do të njeriu të ketë kujdes ta kujtojë gjithmonë këtë el-akhir. I fundit tek ai kthehen të gjitha lutjet, mbështetjet, kërkesat tona. Allahu subhanahu wa taala. Siç ka thënë Sheikh Saadi në veprën e tij, el-haqqul wadihul mubin, ka thënë Allahu është streha e fundit dhe i qëllimi i çdo krijese. Prandaj dhe e dini emrin Es-Samed. E dini çdo të Es-Samed në surën Ikhlas, e keni dëgjuar apo? Qul Allahu ahad, Allahu Samed. Allahu është i vetëm, unik. Dhe Allahu është Es-Samed. Çdo më thënë Es-Samed është ai që i përkryer në zotërimin e tij. Në faktin që është zotëruesi, mbretëruesi, pronari i gjithçkaje. I përkryeri në të gjitha këto aspekte dhe ai ndër kuptimet është ai tek i cili kthehen të gjitha krijesat. Yasmuduna ilay, do të thonë yasmuduna ilay. Domethënë zemrat e tyre, natyrat e tyre. Në momentin që vjen nevoja, domosdoshmëria, ngushtia, yasmuduna ilay, as-Samed, yasmuduna ilay. Domethënë kthehen dhe drejtohen tek Allahu xhaleshah. Pra i drejtohen Allahu subhanahu wa taala. Ky është el-akhir. Pra emër Allahu subhanahu wa taala el-akhir. Që duhet t'ia kujtoj robi vazhdimisht vetes që ai është qëllimi dhe pikësulimi i çdo krijese. Kështu pra Allahu ishte dhe nuk kishte asgjë tjetër përveç tij, ai krijoi çdo gjë ndërsa vetë nuk është i krijuar subhanahu wa taala. Sepse vjen ndesh me faktin që ai është krijuesi dhe nuk ka fillim. Kjo është përgjigjja për çdo dyshim apo vezvesë që shejtani mund të hedhë në zemrën e njeriu. Edhe një herë Allahu ishte dhe nuk kishte asgjë para tij. Asgjë përveç tij dhe asgjë së bashku me të. Ishte i vetëm subhanahu azza wa jall. Ai krijon dhe nuk është i krijuar. Kjo e mbyll diskutimin dhe alhamdulillah vazhdo. Nëse ndodh kërko mbrojtje Allahut, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, pra nëse vjen shejtani vazhdon me të njëjtën vezvesë, atëherë thua a'udhu billahi minash shaitanir rajim, shtu nga krahu i majt, biles disa ka thënë lexoj surën Ikhlas. Të që thamë, qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Duke menduar kuptimin e saj. Në hadith përmendet dhe arshi i Allahut subhanahu wa taala. Në këtë hadith përmendet që është krijimi i parë i Zotit. Në fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe froni i tij ishte mbi ujë, pastaj ai krijoi qiellin dhe tokën. Froni i tij ishte mbi ujë, pastaj ai krijoi qiellin dhe tokën. Pra froni, uji ekzistonin përpara krijimit të qiellit dhe tokës. Pra për të kuptuar si ka filluar ekzistenca. Çfarë ka krijuar Zoti fillim? Janë informacioni i sjell vetë Zoti subhanahu wa taala, nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra ja e profetit dhe profeti nga Zoti xhaleshanu flet. Pra, këtë ka thënë Imam Buhariu sikur se tham, pak më sipër, del një pyetje. Ai ishte froni i Allahut, pra ekzistonte në kohën kur ai krijoi qiellin dhe tokën? Pra nëse pyet dikush, ekzistonte froni i Zotit, arshi i Allahut para se ai të krijonte qiellin dhe tokën? Përgjigjja po. Hadithi Imam Buhariut. Pra ishte arshi i mbi ujë, pastaj krijoi qiellin dhe tokën. Dhe po kështu, edhe uji ka qenë para tyre, sepse arshi qëndronte mbi ujë. Pra Allahu subhanahu wa taala, madje sikur zvinë hollësira nga sahabët se si u krijuai, pra nga uji që ekzistonte para se të krijojë qiellin dhe tokën,
doli një duhan tym, si shtohet në surën Fusilet. Po lexon surën Fusilet dhe pastaj domethënë krijoi Zoti subhanahu wa taala tokën dhe me radhë siç vjen në surën Fusilet, po të lexoni fillimin e surës Fusilet, keni hollësira të kësaj natyre. Pra, kështu edhe uji ka qenë para tyre sepse hadithi thotë dhe froni i tij ishte mbi ujë. Pastaj, krijoi qiellin dhe tokën. Po kështu thotë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'." Është ai që krijoi qiellin dhe tokën në 6 ditë dhe arshi i tij ishte mbi ujë. Pra edhe në këtë jetë, sikur se në hadith, pra krijoi qiellin dhe tokën për 6 ditë dhe arshi i tij ishte mbi ujë. Pra ishte përpara se të krijonte qiellin dhe tokën. Kështu që para se të krijoheshin qielli dhe toka ekzistonte uji dhe froni ishte mbi ujë, ndërsa Allahu subhanahu wa taala është mbi gjithçka, mbi fronin e tij. Allahu azza wa jalla. Edhe pse domethënë kjo largësi do e pa imagjinueshme subhanallahu, si thot Abdullah ibn Mas'udi apo Ibn Abbasi, mos gaboj, pra pasi përmendom madhështinë Allahu subhanahu wa taala, madhështinë e qiellive dhe tokës, largësinë me çdo qielli, hapësirën e madhe, 500 vjet si thon pra vite të largëta, dhe Allahu është mbi arsh dhe ai di hollësisht çfarë ne mbajmë brenda gjokseve tona. La ilaha illallah. Di hollësisht qëllimet tona, niyetet tona, veprat tona. I di Allahu subhanahu wa taala, i shikon Allahu xhalesha. Hallet tona, duat që bën ndonjëri. Tani ndoshta në moment dikush mund të bëjë dua me vete, thotë Zoti po më dëgjon edhe po bën një dua me vete. E dëgjon Allahu subhanahu wa taala. Edhe e di Allahu xhalesha. Sa më dëshirë. Krijues. Si mund të ketë të dytë? Si mund të ketë të ngjash? Si mund të ketë domund të barabartë me të? Që të adhurohet dikush veç Allahut xhalesha. Ose t'ia besosh nevojat e tua dikujt veç Allahu subhanahu wa taala. Krijimi o vëllezërit e mi është shenjë e përsosmërisë së Allahut subhanahu wa taala. Kjo tregon që Allahu është absolut i përkryer. Fakti që ai krijon, është krijues. Veprimi i krijimit është nga cilësitë e përsosmërisë së Allahut xhalesha, sepse ai tregon fuqinë dhe sovranitetin e tij. Dhe krijimi është bërë me vullnet të qartë dhe me dituri nga Zoti subhanahu wa taala. Është pjesë e vendimit të tij, të qartë dhe të urtë dhe të gjithdijshëm. Pra krijimi i Allahut subhanahu wa taala tregon madhështinë e Allahut xhalesha. Dhe tregon faktin që ai është i përkryer në të gjitha cilësitë dhe atributet e tij. Krijimi është argument për këtë. Allahu thot subhanahu wa taala disa ajete në lidhje me këtë. E fa men yakhluqu kama la yakhluq, a është i barabartë ai që krijon me atë që nuk krijon? Madje edhe në debatin me idhujtarët, Allahu subhanahu wa taala urdhëron profetin që të thotë, pra në ajetin kuranor, "Walladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lahu." Ata që ju i lusni veç Allahut, nuk mund të krijojnë as edhe një mizë, thotë, edhe sikur të mblidhen të gjithë bashkë. Një mizë nuk e krijojnë dot. Edhe ka dhënë shembull mizën, është vërtet madhështore, përmendëm pak diçka rreth, domethënë aty krijesave të vogla. Thjesht çfarë kompleksiteti kanë ato brenda tyre, tregon madhështinë e krijuesit. Allahu xhalesha një krijesë kaq të vogël, thotë, ata nuk mund ta krijojnë. Pra tregon madhështinë e tij Allahu xhalesha. Sepse krijimi çfarë tregon? Tregon madhështinë e krijuesit. Tregon që ai është i përkryer dhe absolut në cilësitë e tij dhe atributet e tij. Dhe thotë gjithashtu Allahu xhalesha: "Hal min khaliqin ghayru Allahi yarzuqukum min as-sama'." A ka ndonjë krijues tjetër veç Allahut që ju furnizon juve nga qielli? A ka ndonjë krijues tjetër veç Allahut? Dhe thot, më tregoni çfarë kanë krijuar ata që ju adhuroni veç tij? Kanë krijuar diçka tjetër. Kjo janë pyetje që prekin ndërgjegjen e njeriu dhe bën atë të meditojë dhe të mendojë se nuk ekziston vetvetiu. Nuk erdhi kot nga hiçi. Nuk është produkti i asgjës ose rastësisë. Ai është krijim i dikujt që është i ditur, i di të gjitha dhe është i përkryer. Prandaj duhet të ketë kujdes marrëdhëniet me të. Kujdes marrëdhënie me Zotin subhanahu wa taala, me krijuesin. Sepse ai kërkon diçka prej teje. Prandaj ka dërguar profet, ka zbritur libra për t'i treguar robëve se çfarë kërkon prej tyre. Prandaj duhet njeriu të jetë i kujdesshëm, respektues i këtij Zoti dhe të ketë kujdes domethënë në marrëdhëniet me të. Allahu xhaleshanu përdor në Kur'an një sër pyetjesh që kanë një fuqi tronditse faktikisht dhe e rrënojnë ateizmin, mosbesimin. A ka ndonjë dyshim për Allahun? E fillahi shakkun fatiri samawati wal ard. A ka dyshim në ekzistencën e Allahut, që është shpiksi i qiellave dhe i tokës nga hiç nga, që s'ki shembull të mëparshëm, që solli këtë krijim kaq madhështor, kaq të përpikt, kaq preciz. A ka dyshim në të? Subhanallahu. Gjithashtu, a është më i mirë
idhujt, apo ai thotë që tokën e bëri vend të qëndrueshëm. Ja'ala al-ardha qarara. Wa ja'ala fiha anhara, dhe vendosi në të lumej thot. Pra e bëri tokën të qëndrueshme dhe vendosi në të lumej me ujë. Kush e krijoi ujin? Siç do dinë ajetet më poshtë, subhanallah. Dhe thot, kush ju shpëton nga errësirat e tokës dhe të detit? Men yunjikum min dhulumati al-barri wal-bahr. Kush është ai që ju shpëton nga errësirat e tokës dhe të detit kur jeni në nevojë? E dini atë shembull, domethënë që hollësisht. Kush ju shpëton thot? Kur jeni në nevojë dhe lusni Allahun subhanallahu teala. Kur ju shpëton prap ktheheni atje ku ishin. Dhe thot Allahu xhaleshanu, a janë krijuar nga hiçi, nga asgjëja, apo mos vallata janë krijuesit? Gjithashtu thot, e faraitum an-nar allati turun, a keni parë zjarin të cilin e ndizni thot? A antum ansha'tum shajarataha am nahnu munshi'un? Mos vallë ju e keni krijuar drurin, apo ne jemi që krijojmë atë me cilësitë e tij. Mendoj dru që në fakt mund të jetë i ujshëm, i gjelbër, pra ka si është e mundur të vendos në zjarr dhe ai digjet dhe krijon atë nxehtësi. Kush e bëri këtë mirësi, kush e solli? Prandaj thot Allahu xhaleshanu pas ti ajetit thot, nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Ne kemi bërë atë si për kujtim dhe si dobi për ata që kanë nevojë për udhëtarët, për ata që kanë nevojë për zjarrin etj. Pra kush e krijoi? Meditos, ka sill Zoti gjitha shembuj për ta kujtuar njeriu gjatë gjithë jetës së tij. Në ato që shikon, ato që përballet. Kush e ka krijuar? Ju e keni krijuar. Mendo domethënë ti një farë të vogël dhe shikon që del një pemë e madhe subhanallahu nga ato pemët e larta që çajin qiellin subhanallahu. Nga ajo e vogël fare del ai dru. Si e merr ato ujin që çon lart në përdegë dhe formohet dhe fuqizohet, hap, zirohet. Dhe ti e përdor atë për ndërtim, e përdor për gjithçka, për anije, e përdor për gjithçka tjetër. Pra ju e keni krijuar thot Allahu subhanahu wa taala. Dhe thot Allahu xhaleshanu, e antum tazra'unahu am nahnu zari'un? A keni parë ju domethënë atë bimën, faren që hedh në tokë. Ju e bëni atë që të mbi apo e bëjmë ne që të mbi? Kush e bën atë? Nuk po themi që ta hedhësh faren e hedh bujku, themi e hodhi bujku faren. E hapi tokën dhe hodhi në tokë. Ju e bëni atë që të mbi? Pse nuk zbret ajo fara poshtë, domethënë ajo sythin nuk zbret për poshtë apo? Me që kemi dhe gravitetin në përkam domethënë. Të zbret poshtë, po ngjitet lart. Kush e bëri këtë farën që të çahet në këtë formë? Të dalë të përmbaj gjithë informacionin e domosdoshëm dhe pastaj nga kjo farë, domethënë një farë vetëm që hodhe gruri i tij, del një kalli i cili mund të ketë disa degëzime, secili degëzim ose secila sumbull, ka domethënë me 10 sa mund të ketë. Fara gruri. Ti hodhe kaq thas me grur, ndërkohë që merr 10 fishin e thasëve më pas. Dalin ato dhe shumohen në këtë formë. Është një proces, nuk mendon domethënë kush e ka bërë këtë gjë dosh. Krijuesi Allah subhanahu wa taala që bën në këtë formë dhe rrit atë edhe nxjerr. Prandaj thotë domethënë keni parë farën. Ju e mbillni atë thotë apo jemi ne që i bëjmë ata që të mbi dhe të dalë. Dhe thotë Allahu xhaleshanu, e faraitum ma tumnun, e keni edhe farën që e hidhni, pra që është shumimi i njerëzit. E antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. Subhanallah, çuditshme. Fabrik. Ka dy njerëz kanë dalë domethënë pas tyre, kanë dalë miliarda, triliarda sa kanë jetuar në gjithë. Dhe sa do jetojnë deri në fundin e kohës. Çfarë do gjithë kjo botë njerëzish? Nga ju e krijoni farën thotë, subhanallah. Ajo. Domethënë çudinë e krijimit të njeriu, po të futesh shikosh, domethënë dokumentarë të ndryshme habitesh me mënyrën se krijon Allahu njeriu në barkun e nënës. Subhanallah, krijesa të vogla fare. Që alhamdulillah i jep Zoti rrugën edhe bën të mundur që fillojnë krijojnë ushqen etj krijohet njeriu. Dhe thotë Allah, antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun? Ju e krijoni atë apo jemi ne që e krijojmë atë? Allah subhanahu wa taala. Kjo tregon për argumentin e rregullvënies nëse mbani mend. Kur folëm argumentin e rregullvënies dhe administrimit të gjithësisë, rregullave që ka vendosur Zoti xhaleshanu. Janë rregulla që tregojnë që ka një rregullvënës. Për këtë janë pyetje që e tronditin mendjen e mohuesve, edhe çojnë në një arsyetim të shëndosh, njeriu të meditojë dhe të mendojë në ekzistencën e tij. Dhe të ketë respekt për krijuesin. Ta kuptojë që ai ekziston dhe ka një qëllim. Është domosdoshme të ketë një qëllim sepse kjo është urtësia e krijuesit. Ju e dini apo është Allahu që e di më mirë, thotë Allahu subhanahu wa taala. Ju e zbrisni shiun nga ret, antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun. Blidhen ato
domethënë tonelata të mëdha, domethënë me ujë, subhanallahu sipër, dhe lëvizë reja. Atje ku do Zoti ta çojë të zbresë. Dhe kur në momentin që ai dëshiron që filloj uji të zbresë, e zbret atë në formë pikash. Të imta, domethënë në mënyrë që t'i bjerë bimës dal nga dalë. Përfituroni të bie një oqean nga sipër, të bie në një vend, të godas me forcë, ha? Çfarë ndodh? Pra zbret Zoti subhanahu wa taala. E zbret aq bukur sa bujku kur i zbret ai në shiu, domethënë alhamdulillah ka qejf, ka dëshirë të lagët dhe të bjerë në fytyrën e tij. E zbret Allahu, në kush e zbriti, kush e bëri? Antum anzaltumuhu min al-muzni. Ju e zbrit atë nga muzni, pra nga ret. Am nahnu al-munzilun. Apo ju ne që e zbresim atë. Law nashau ja'alnahu ujajan falaw la tashkurun. Sikur do donim mund ta bënim të njelmët, domethënë të kripur, të hidhur, jo të dobishëm. Mund ta bënim kështu thot Allah. Po ja që e ka bërë Allahu subhanahu wa taala që zbret i pastër. Domethënë uji i pastër që të jetë i mirë për njerëzit, për kafshët, për bimët, për jetën, dhe ti të vazhdosh jetën në tokë. Këto pyetje vëllezër të mi që janë kaq të shpeshta në Kur'an, po sikur të lexosh Kur'anin subhanallahu, dhe kjo është një piknisje e mirë për meditim. Pra këto që tham, sa herë që lexon Kur'anin tashmë, nëse vijnë ajete të tilla, unë dhe medito subhanallahu, se kjo ta mbush zemrën me iman, ta mbush zemrën me forcë, me besim për Allahun krijuesin subhanahu wa taala. Pra janë të shumta ajetet në Kur'an që sjellin të tilla, domethënë argumente që mund të jenë shumë dobishme në debatet me mohuesit, ateistët. Pra mjafton të sjellësh ajete të tilla dhe hadithe nga profeti sallallahu alaihi wasallam për t'i thënë atyre që nuk ka asnjë shpjegim. Ata e vetmja përgjigje që japin gjithmonë është evolucioni. Kjo kështu ka ndodhur për miliarda, triliarda, 4 miliarda, çfarë emra kanë këto numrat e shumtë. Do thonë që kështu ka ekzistuar. Edhe ka ardhur dal nga dal, diku këtu një gur, diku atje një gur, derisa u bë. Allahu musta'an. Kjo është zgjidhje. Pra krijuesi i çdo gjëje. Allah është krijuesi i çdo gjëje dhe ai është kujdestar mbi gjithçka. Dhe shumë ajete të tjera. Tani le të kalojmë pak tek pjesa tjetër e hadithit rreth shkrimit të gjithçkaje që vendosi Zoti të ekzistojë. Kur profeti tha dhe shkroi librin, pra shkroi në libër çdo gjë. Shkroi në libër çdo gjë, pastaj krijoi qiellin dhe tokën. Ky shkrim i atribuohet Allahut subhanahu wa taala. Dhe si u shkrua kjo gjë? U shkrua përmes lapsit, el-qalam. Siç do të vijmë poshtë, urdhëroi Allahu subhanahu wa taala, e para gjë që urdhëroi të ekzistojë, do të vijmë, domethënë është lapsi apo është arshi etj etj, do vi pak më poshtë inshallah. Pra urdhëroi lapsin, kalemin që të shkruajë gjithçka në Lauhi Mahfuz. Pra shkroi në librin, pra në Lauhi Mahfuz, dhikrin që quhet domethënë libri i ruajtur. Lauhi Mahfuz është pllaka ose libri i ruajtur, që është mbi arshin e Allahut subhanahu wa taala. Mbi arshin e Zotit është ky libër, në të cilin janë shkruar të gjitha gjërat që do të ekzistojnë deri në përjetësi. Me imtësi. Gjithçka është shkruar nga kush? Nga lapsi që e krijoi Zoti xhalesha dhe e urdhëroi që të shkruaj. Pra nga dia Allahu subhanahu wa taala. Në hadith thuhet, gjëja e parë që krijoi Zoti ishte lapsi. Edhe kjo është relative, që do të vi pak më poshtë. Ai tha, shkruaj. Lapsi tha, çfarë të shkruaj o Zot? Tha, shkruaj përsaktimet e çdo gjë, me qadire kulli shay, përsaktimet e çdo gjëje, imtësitë e krijimit. Shkruaj thot. Atë që ka qenë dhe atë që do të jetë deri në përjetësi. Domethënë në xhenet. Pra edhe në xhenet. Çfarë do të ketë çfarë? Është shkruar në këtë libër. Renditja e krijimeve tash. Edhe kjo është temë mirë, domethënë që i harmonizon hadithet dhe tekstet që kanë ardhur nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Nëse pyetesh, çfarë krijuam përpara? Pena, lapsi apo qielli dhe toka? Kush është përgjigja? Lapsi. Pra lapsi është i pari, pena është e para që u krijua para, sepse në hadith thuhet qartë. Pra urdhëroi që thot para se të krijonte qiellin. Madje 50.000 vjet para se të fillonte krijimi i qiellit dhe tokës e shkroi lapsi. 50.000 vjet, subhanallahu, në hadith të saktë nga profeti sallallahu alajhi wasallam. E dyta, nëse pyetesh, cila u krijuan përpara? Lauhi Mahfuz apo qielli dhe toka? Lauhi Mahfuz. Pse? Sepse në të u shkruaj gjithçka edhe një herë 50.000 vjet bashkë me lapsin,
u shkrua para se të krijoheshin qielli dhe toka. Çfarë është krijuar përpara, lapsi apo arshi i Zotit? Arshi. Do të vijmë por domethënë edhe argumentet për të sjellë pasaj të gjitha të renditura krijimit, ashtu siç kanë ardhur në tekste inshallah. Dëshmia, domethënë për këtë që thamë është fjala e profetit sallallahu alajhi wasallam, gjëra që krijoi Allahu ishte pena. Dhe kjo është parësia domethënë relative, pra në lidhje me krijimin e qiellit dhe tokës pra. Dhe ai pasaj i tha domethënë që të shkruante çfarë do të jetë pra krijimin e qiellit dhe tokës. Në një transmetim që sjell Imam Ahmedi thuhet, Allahu krijoi penën, pastaj tha shkruaj dhe ajo shkroi në ato orë çdo gjë që do të ndodhte deri në ditën e Kiametit. Pra, e ka fjalën në krahasim është e para, në krahasim edhe një herë me krijimin e qiellit dhe tokës. Por jo me arshin, ujin, domethënë që ishin më përpara dhe ekzistonin përpara kësaj. Thot Allahu subhanahu wa taala, është ai që krijoi qiellin dhe tokën për 6 ditë dhe froni i tij ishte mbi ujë. Si përfundim vëllezërit e mi, rendi i krijimit të hershëm sipas dëshmimeve të sakta është Allahu është i pari, i përjetshëm, që është krijuesi i gjithçkaje, nuk është i krijuar, ekzistonte përjetësisht, pa fillim dhe pa fund. Froni i Allahu subhanahu wa taala, arshi i Zotit, është krijesa më e madhe që ka krijuar Zoti xhaleshano. Krijesa më e bukur, më madhështore që ka krijuar Allahu xhaleshano. Dhe padyshim që është më e zgjedhura, sepse është ajo që është më pranë krijuesit subhanahu wa taala. Dhe në fakt ajo do të jetë, domethënë është tavani i xheneteve të Zotit xhaleshano, ditën ose në përjetësinë e banorëve të xhenetit. Pra dhe nga ai burojnë gjithë lumenjt, domethënë e xhenetit, nga arshi i Allahut subhanahu wa taala zbresin poshtë. Pra arshi është e para, i pari në themi krijimi i Allahut xhaleshano. Padyshim dhe uji, së bashku me të sepse uji themi i dyti, bite ishte arshi i Allahut subhanahu wa taala. Pastaj është Leuhi Mahfudh dhe lapsi, sepse në të u shkruan gjithçka që do të ekzistojë deri në përjetësi, dhe pastaj u krijuan domethënë Leuhi Mahfudh është lapsi, pena që urdhëroi Zoti subhanahu wa taala që të shkruaj në këtë Leuhi Mahfudh, pra në këtë libër, dhe pastaj në qiell dhe toka. Pra qiell dhe toka dhe gjithçka që ne nemi i fundit që është krijuar në qiell dhe në tokë, cili është? I fundit që u krijua. Është njeriu. Njeriu është krijesa e fundit, pra që krijoi Zoti, pra në qiell dhe në tokë. I fundit krijoi Zoti subhanahu wa taala, domethënë njeriu. Ditën e Xuma. E krijoi ditën e Xuma. Subhanallahu. Kjo tregon rregullin, urtësinë dhe fuqinë absolute të krijuesit, i cili tha, domethënë dhe gjithçka u bë ashtu si ai tha. Allahu është krijuesi çdo gjëje dhe ai është mbikëqyrës mbi gjithçka. Përcaktimi i caktimeve dhe të krijesave është i përjetshëm. Përcaktimi, kaderi i Zotit xhaleshano. Dëgjoni me kujdes tani. Thelbi i besimit në kaderin e Allahut, përcaktimi hyjnor është se përcaktimi i çdo gjëje në lidhje me krijesat është i përjetshëm, pa fillim, sepse ai buron nga dija dhe vullneti i Allahut xhaleshano. Kur themi kaderi çfarë është? Mbi çfarë bazohet kaderi i Zotit? Caktimet e Allahut xhaleshano. Bazohet mbi diturinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe dituria e Zotit është cilësia e tij. Është e përjetshme bashkë me Zotin. Nuk ka fillim dituria e Allahut. Është e përjetshme dituria. Kështu që edhe kaderi i Allahut dhe caktimet e tij janë të përjetshme. Domethënë, dija e Allahut për gjithçka është e përjetshme dhe po kështu dhe për caktimin e tij. Takdiri i Allahut subhanahu wa taala është i përjetshëm. Por shkrimi i këtij kaderi e ka një fillim apo jo? Pse se shkrimi e ka në momentin kur urdhëroi lapsin që të shkruante. Pra krijesat e kanë një fillim në momentin që filloi lapsi që të shkruaj dhe u vendos fillimi i krijesave. Kuptoni vëllezër? Dija e Zotit është e përjetshme, dhe cilësia e Allahut dhe është e përjetshme si Zoti xhaleshano, që s'ka fillim, kurse shkrimi i krijesave, pra i asaj që do të krijohet, Leuhi Mahfudh është pra me fillim, ka një fillim. Sa i përket dijes së Allahut për ato që do të ndodhin, ajo është e hershme, pa fillim, sepse dija e tij është nga cilësitë e tij dhe cilësitë e tij janë si vet Allahu subhanahu wa taala, janë përjetshme pa fillim. Allahu është i pari pa fillim dhe dija e tij është e para pa fillim. Po kështu përcaktimi i tij është i përjetshëm. Ndërsa shkrimi el kitabe, ai filloi vetëm kur Allahu krijoi penën dhe i tha shkruaj. Atëherë filloi shkrimi
Para këtij urdhri nuk ishte shkrim, sepse shkrimi I caktimeve që gjendet në Lauhi Mahfudh, pra në pllakën e ruajtur, filloi pikërisht pra në atë moment që Zoti urdhëroi që ajo të ekzistojë. Pra, çdo gjë ka një fillim, pra, të gjitha këto janë krijesa, e kanë një fillim, ha? Pra, qoftë Arshi I Allahut subhanahu wa taala, uji, pena, Lauhi Mahfudh, pra edhe qielli dhe toka dhe gjithçka janë krijesa të Allahut xhaleshanu dhe kanë një fillim. Kurse dija e Allahut xhaleshanu është e përjetshme, është cilësia e tij. Thjesht janë informacione që Ahlus Sunne kanë shpjeguar dhe I besojnë, alhamdulillah, janë pjesë e besimit dhe akides tonë inshallah. Janë të nevojshme si informacione se hynë në punë në momentin e duhur inshallah. Kur vin vezvese se kur vin, domethënë, cytje nga shejtani I mallkuar. Pra duhet bërë dallimi mes përcaktimit, takdirit dhe shkrimit të caktimeve. Takdiri, pra përcaktimi I Allahut është I përhershëm si dituria e tij, kurse shkrimi I këtyre në Lauhi Mahfudh ka një fillim, momentin që urdhërua, pra u krijua nga Zoti xhaleshanu. Kështu dija e Allahut është para shkrimit dhe ai ka përcaktuar fatet e krijesave para se të krijonte qiellin dhe tokën. Ndërsa ai I ka shkruar ato në Lauhi Mahfudh 50.000 vjet përpara se të fillonte krijimin e tokës dhe qiellit. Pra, edhe shkrimi që ka një fillim, prap, po ta shikosh, edhe shkrimi që ka një fillim 50.000 vjet përpara se të fillojë krijimi. Pra, është shkruar 50.000 vjet, edhe pse prap edhe kjo ka një fillim. Pra, është krijesa e Allahut xhaleshanu. Pra, u shkrua 50.000 vjet përpara se të krijonte qiellin dhe tokën. Vllai, çfarë sill kjo në besimin ose në zemrën e besimtarit? Ku e di që gjithçka është pjesë e caktimit të madhërisht, të gjithditurit. Nëse ti je në rregull me Zotin tënd, përpiqesh të jesh në rregull me adhurimin ndaj Tij, me përkushtimin tënd, me kryerjen e gjithçka që ti e ke si detyrë, si krijesë, a nuk ta qetëson zemrën kjo gjë? Sepse Allahu subhanahu wa taala që është më I dituri, plot pushtetshëm I ka të gjitha në dorë, kur nuk do të ndodhe keq. Asnjë nuk ndodh, domethënë ajo që të dëshpëron. Do ndodh ajo që do të lumturojë inshallah. Pra kjo alhamdulillah jep zemrës së robit lloj qetësie, besimtarit po themi, se pa besimtari asnjë nuk kënaqet Allahu mësta. Do rebelohet kundër Allahut xhaleshanu. Madje ndonjëherë mund të argumentoj me kaderin e Allahut për ato që ndodhin. Domethënë pa drejtësinë që bën vetë ai, vetë njeriu. Në këtë mënyrë përcaktimi pra është I përjetshëm sepse lidhet me cilësitë e përjetshme të Allahut xhaleshanu, ndërsa shkrimi është një veprim që ndodhi në kohë si pjesë e rendit të krijimit të Allahut subhanahu wa taala. Ky dallim është thelbësor në kuptimin e drejtë të kaderit, ha. Edhe një herë kaderin për ta përmbledhur, kaderi bazohet mbi këto baza. E para, pra është dituria e Allahut subhanahu wa taala, që është e përhershme. Dituria e Zotit është e përjetshme. Pas kësaj diturie subhanahu wa taala Zoti e diti dhe e shkroi. E shkroi gjithë atë që Allahu e diti subhanahu wa taala. E shkroi në Lauhi Mahfudh. Pastaj Zoti xhaleshanu atë që shkroi dëshiroi domethënë që ta sjellë në krijim. Pra ajo të realizohet dhe të dalë në krijim. Atë që e shkroi Zoti subhanahu wa taala. Dhe kur ndodhi kjo dalje në krijim? 50.000 vjet pasi e shkroi në Lauhi Mahfudh. Atëherë dëshiroi që ta nxjerrë në krijim. Dhe e krijoi Zoti subhanahu wa taala, khalaqahu. Pra e krijoi ashtu sikurse dhe normalisht që krijesat nuk vijnë të gjitha një herësh, secila krijesë ka momentin e saj kur del në ekzistencë apo jo. Ne për shembull në takoj të dalim në ekzistencë në shekullin 20 dhe 21. Këto janë vitet tona që dolëm dhe ekzistuam në jetën e kësaj dynjaje. Pra alhamdulillah krijimi Allahu del ashtu sikurse ai e diti përjetësisht dhe e shkroi në Lauhi Mahfudh. Padyshim që kaderi është shehtësia e Allahut subhanahu wa taala. Mjafton që njeriu të kuptojë dhe të di që kurse si nuk e imponon Zoti që ai të jetë I humbur. Jo, Allahu dëshiron të mirën. Prandaj dhe u ka sjell libra, ka zbritur, pra sjell profetë dhe libra që njerëzit ta përqafojnë të mirën dhe ta duan atë. Dhe ai ndihmon atë që kërkon udhëzimin. Pra nëse e beson që Allahu subhanahu wa taala e do udhëzimin e robit, e do që robi të jetë besimtar, atëherë alhamdulillah është I qetë robi se Allahu subhanahu wa taala kur nuk bën padrejtësi. Por e bën dhe të jetë shumë I kujdesshëm robi. Se nëse e shpërfill ftesën e Allahut xhaleshanu dhe fillon domethënë I shpërfill urdhëresat e tij, dalesat e tij, udhëzimet e tij, dal ngadal mund të hysh tek ata njerëz që e kanë shumë të vështirë të kthehen pastaj dhe do të bësh pjesë atij kaderi që ka caktuar Zoti për ty. Por sidoqoftë është pjesë dhe përgjegjësia jonë, Allahu mustaan, nëse Allahun që na forcoj besimin, nëse Allahun që ta ndjejmë madhështinë e Allahut xhaleshanu, ta madhrojmë ata ashtu sikurse
ai do të kënaqet prej nesh. Kaq për këtë hadith, Allahu zëmi, subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair.